Blegtorit Azemin Sulejmani ju kthyen një numër i konsiderueshëm i deleve të vjedhura pas publikimit të kronikës në Alsat. Një ditë më parë, rreth 10 kilometra larg fshatit Grushin, disa persona kishin vërejtur një tuf delesh pa bari, me çka kanë kontaktuar blegtorin Sulejmani dhe më pas është vërtetuar se bëhet fjalë për bagtitë të tij. Nga gjithsej 82 dele të vjedhura janë rikthyer vetëm 48, ndërsa për 34 të tjerat, blegtori Azemin Sulejmani thotë se nuk ka shpresë se do të gjenden, pasi një pjesë të deleve të gjetura u kanë munguar vathët me numra, me çka dyshon se pjesa tjetër ka përfunduar në kasap. Maqedoni kur më ka lajmëruar mu, më tha se do vënë janë pa njerëz. Edhe i thash për afër që sa dhenë janë, tha 50-60. Qështu më tha. Nejse, thash, ajse i qoj njerës edhe i kam qu gjallin edhe gjem të vllajt. Kanë shku, a janë tonët po. Edhe që ka Ti njef dele? Po, dhënë të njofim. Edhe sa ishin me numër? Numër 48 sop janë gjetë që kanë ardhë, edhe 34 janë. Në përpjekje për të gjetur pronën e tij, blegtori Sulejmani ka kaluar disa net në mal duke kërkuar, ndërsa sot i stërlodhur dhe i randuar emocionalisht, herët në mëngjes ishte paraqitur në stacionin policor për të denoncuar sërish rastin. Policia çfarë tha? Dhe ti kërkojmë edhe jemi në dieni çështë. Jam pak pak maj tjetë masi erdhën një numër ma të esë, përse shka i kanë vjedhë, ma shumë janë. 48 me 82, 34 mungojnë. Tha në malë kënë dhejtë, përse qëfar ke po? Në malë, une jam bo me rake, kam shku mos t'i qesin jashtë shtetit. Sipas blegtorit Sulejmani, dëmi material tani në pjesën e bagtisë që nuk është gjetur, kalon mbi 10.000 euro, ndërsa thotë se më nuk ndihet i sigurt as në shtëpinë e tij dhe pret nga Ministria e Punëve të Brendshme që sa më shpejt të gjenden fajtorët.